Ata janë çifti më i dashur për publikun shqiptar, po flasin për Luizellin dhe Kiara Titon. Dashuria e tyre nisi në shtëpinë të famshme në Shqipëri dhe sot e kësaj dite ata jetojnë të lumtur bashkë me vajzën e tyre, Luna Marie Ellin. E ftuar në një emision, moderatorja Kiara Tito u shpreh hapur për qëndrimin e saj ndaj tradhtisë. Ajo tha se nuk do ta falte një akt të tillë nga bashkëshorti i saj Luizi dhe se do ta përjetonte rënd një situatë të ngjashme. Deklarata e saj vjen në një moment kur në mediat rus kanë qarkulluar zëra për fletime të mundshme të Luizit gjatë një qëndrimi në Prishtinë. Edhe pse asgjë nuk është konfirmuar, tema ka zgjuar interes për shkak të profilit publik të çiftit. Ne duhet të rikujtojmë se Luizelli është mjaft i dashur për publikun. Dashuri që e fitoi gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ku bëri për vete miliona shqiptarë dhe u kthye në një fenomen që askush nuk e zëvendëson.